Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do të prekim një temë që është sa e bukur, aq edhe delikate për çdo familje. Zgjedhja e kopshtit të parë për voglushin apo voglushën 3 vjeçare. Është vërtet fillimi i një rrugëtimi të ri, plot me zbulime dhe emocione. E di, ky moment vjen me një mori ndjenjash të përzjera, apo jo? Nga njëra anë është gëzimi i pamaz, por nga ana tjetër, ai ankthi i vogël. A do të përshtatet? A do të jetë i sigurt? Po mësimi, a do të jetë i duhuri? Merrni frymë thellë, jemi këtu pikërisht për këtë, për të ndihmuar që ky vendim i madh të merret me sa më shumë qetësi dhe siguri. Dhe është më se normale të ndjeni kështu. Në fundit, po i besoni dikujt tjetër, kujdesin për njeriu më të çmuar në jetën tuaj. Prandaj, hajde t'i marrim gjërat shtruar, hap pas hapi, dhe të zbulojmë së bashku se cilat janë ato elemente që e bojnë një kopsht vendin perfekt për fëmijën tuaj. Gjëja e parë dhe absolutisht më kryesorja është mjedisi. Përpara se të flasim për kurrikula apo aktivitete, duhet jemi të sigurt që vendi ku fëmia do të kalojë orë të tëra është i sigurt dhe i ngrohtë. Kjo është themeli mbi të cilin ndërtohet gjithçka tjetër. Pra, le të bëhemi pak detektiv. Siguria fizike nuk ka asnjë hapësirë për kompromis. Kur vizitoni një kopsht, hidheni një sy këtyre detajeve. A është obori rrethuar mirë? A e shihni kutinë e ndihmës së parë? A janë detergjentet apo ilaqet të kyçura diku larg duarve të fëmijëve? Këto gjëra të vogla në fakt tregojnë shumë për nivelin e përgjegjshmërisë së atij institucioni. E menjëherë pas sigurisë vjen higjiena. Një kuzhinë që shkëlqen nga pastërtia, tualete të përshtatura për të vegjëlit, një temperaturë e rehatshme brenda dhe një vend i personalizuar për gjumin e secilit. Këto nuk janë luks, por janë tregues thelbësor të kujdesit dhe cilësisë. Por, një mjedis i sigurt nuk është thjesht një vend pa rreziqe. Jo, është një hapësirë që e fton fëmijën të eksplorojë, mure plot ngjyra, lodra të zgjedhura me kujdes, këndë e leximi të rehatshme. Këto janë sinjalet që tregojnë se ky kopsht e kupton se si funksionon mendja e një fëmie, përmes kuriozitetit, lojës dhe zbulimit. Në rregull, mjedisi është i sigurt dhe stimulues, po tani vëmendja jon kalon tek zemra e vërtetë e kopshtit, njerëzit që e bëjnë atë të gjallë dhe programi që ndjekin. Kjo thonja e Platonit, ndonë se mjera vjeçare, e kap një mënyrë perfekte thelbin e edukimit të sotëm parashkollor. E gjithë filozofia rrotullohet rreth lojës, sepse loja është mënyra se si fëmijët komunikojnë, mësojnë dhe kuptojnë botën. Kur flasim për të mësuarit përmes lojës, mos mendoni se është thjesht një kohë e lirë pa strukturë. Përkundrazi, është një proces i menduar me shumë kujtesë, ku edukatorët krijojnë skenar dhe mundësi që fëmijët, duke u argëtuar, të zbulojnë koncepte, të eksperimentojnë dhe të ndërtojnë vetë njohuritë e tyre. Dhe rezultatet e kësaj qasjeje janë të mahnitshme, sepse prekin çdo aspekt të zhvillimit të fëmijës. Kur luajnë, ata nuk po kalojnë thjesht kohën. Ata po mësojnë si të ndajnë gjërat me shokët, si të zgjidhin një problem të vogël, si të përdorin imagjinatën për të krijuar botë të reja. Po ndërtojnë, tull pas tulle, themelet për të gjithë të ardhmen e tyre akademike. Por, as programi më i mirë në botë nuk vlen asgjë pa atë përbërësin magjik, lidhjen njerëzore. Marrëdhënia që fëmia ndërton me edukatorin është çelësi i gjithçkaje. Një lidhje e ngrohtë, e bazuar te besimi, i jep fëmijës atë sigurinë emocionale për të ndjerë i lirë të shprehet dhe të mësoj. Pra, gjatë vizitës, bëhuni vëzhgues të mrepër të ndërveprimeve. Shikoni si u flasin edukatorët fëmijëve. A ulen në nivelin e tyre? A i dëgjojnë me të vërtet? A duken të qetë, të duruar dhe të pasionuar? Një staf profesionist nuk është vetëm ai me diploma në mur, por ai që krijon një atmosferë ku çdo fëmijë ndihet i parë dhe i vlerësuar. Tani, le të flasim për një rol tjetër shumë të rëndësishëm në këtë histori. Rolin tuaj si prind. Sepse edukimi nuk ndodh vetëm brenda mureve të kopshtit, është një partneritet i vërtet mes familjes dhe institucionit. Kopshtet më të mira sot e kuptojnë këtë më së miri. Ato nuk e shohin veten thjesht si një vend ku fëmijët kalojnë ditën, por si një qendër të vogël komunitare. Një vend ku prindrit janë gjithmonë të mirëpritur, ku mendimi i tyre vlerësohet dhe ku përfshirja e tyre shihet si një pasuri e madhe. Dhe një nga format më zyrtare dhe efektive për ta realizuar këtë partneritet është bordi i kopshtit.
Kjo është një strukturë reale, ku prindrit kanë një vend në tryezën e vendimarrjes dhe mund të ndikojnë drejt për drejt në politikat e kopshtit. Dhe mos mendoni se ky është thjesht një titull formal. Shikoni pak se sa konkret është roli i prindërve këtu. Ata kanë një zë në miratimin e planit vjetor, në garantimin e transparencës, madje edhe në përmirësimin e oborrit apo të klasave. Pra, pyetni nëse kopshti ka një bord aktiv. Kjo tregon shumë për përkushtimin e tyre ndaj bashkëpunimit. Sigurisht, ky partneritet ushqehet çdo ditë nga një komunikim i hapur dhe i ndershëm. Një kopshk i mirë do t'ju mbajë të informuar rregullisht, do të jetë gjithmonë i gatshëm për një bisedë, do të ruaj me fanatizëm privatizimin tuaj dhe mbi të gjitha, do t'ju bëjë të ndiheni gjithmonë të mirëpritur. Mirë, pasi kemi kaluar nëpër të gjitha këto pika, mjedisin, stafin, programin, partneritetin, ka mbetur edhe një element i fundit, dhe ndoshta është më i rëndësishmi nga të gjithë. Mos e harroni kur këtë të vërtet të thjesht. Edukatorët janë ekspert të pedagogjisë, drejtuesit janë ekspert të menaxhimit, por ju jeni eksperti më i madh në botë për fëmijën tuaj. Askush tjetër nuk i njeh më mirë zakonet, frikrat, gëzimet dhe ëndrat e tij. Prandaj, pasi të keni mbledhur gjithë informacionin, pasi të keni bërë të gjitha pyetjet, në fund ndaloni për një moment. Merrni frymthell dhe dëgjoni atë zërin tuaj të brendshëm. Cili vend ju dha ndjesinë më të mirë? Besojeni instinktit tuaj prindror. Ai shpesh e di përgjigjen e duhur. Zgjidhni vendin ku ndjeni se fëmia juaj jo vetëm do të jetë i sigurt, por do të lulëzoj. Ju urojmë fat në këtë aventurë të re dhe të mrekullueshme.